Një moment shumë i veçantë dhe plot emocion ndodh në shtëpi kur banorët vërejnë diçka të pazakontë në qiell. Ndërsa disa prej tyre janë duke qëndruar në obor dhe duke biseduar mes tyre, papritur dëgjohet një zhurmë e lehtë nga ajri. Në fillim askush nuk e kupton se çfarë është, por shumë shpejt të gjithë fillojnë të shikojnë lart dhe vërejnë një dron që po afrohet drejt shtëpisë. Banorët fillojnë të habiten dhe të afrohen më pranë për të parë më mirë se çfarë po ndodh. Droni po fluturon ngadalë mbi obor dhe duket sikur po mban diçka të lidhur pas tij. Atmosfera bëhet menjëherë shumë kurioze dhe të gjithë fillojnë të pyesin njëri tjetrin se çfarë mund të jetë kjo surprizë që po vjen nga ajri. Ndërsa droni afrohet edhe më shumë, banorët fillojnë të dallojnë se pas tij është një pankartë e madhe që po valvitet në ajër. Në atë moment disa prej tyre fillojnë të lexojnë me zë të lartë atë që është shkruar në pankartë. Në pankartë shkruhet: Brikena dhe Mateo, çifti më i mirë. Sa po lexohen këto fjalë, disa nga banorët fillojnë të reagojnë me të qeshura dhe habi. Të gjithë kthejnë kokën nga Brikena dhe Mateo për të parë reagimin e tyre. Disa fillojnë t'i ngacmojnë duke bërë shaka dhe duke thënë se kjo është një surprizë shumë romantike. Brikena duket shumë e habitur nga kjo që po ndodh. Ajo fillimisht buzëqesh dhe nuk di çfarë të thotë. Në fytyrën e saj duket një përzierje emocionesh, surprizë, turp dhe një buzëqeshje e lehtë. Ajo shikon nga Mateo dhe duket sikur po përpiqet të kuptojë se kush mund ta ketë dërguar këtë mesazh. Mateo nga ana tjetër qesh dhe duket shumë i kënaqur nga kjo surprizë. Ai shikon pankartën në ajër dhe pastaj kthen syt nga Brikena duke buzëqeshur. Disa nga banorët fillojnë të duartrokasin momentin dhe ta komentojnë situatën. Disa prej tyre thonë se kjo është një nga surprizat më interesante që kanë parë deri tani në shtëpi. Të tjerë fillojnë të bëjnë shaka duke thënë se tashmë është e qartë që jashtë shtëpisë njerëzit i shohin Brikenën dhe Mateon si një çift shumë të mirë. Ndërkohë droni vazhdon të fluturojë mbi shtëpi për disa minuta, duke bërë që pankarta të duket qartë nga të gjithë banorët. Disa prej tyre fillojnë të bëjnë foto me sytë e tyre, duke e komentuar vazhdimisht mesazhin. Brikena vazhdon të buzëqesh, por në të njëjtën kohë duket pak e turpshme nga gjithë vëmendja që po merr në atë moment. Ajo thotë se nuk e priste as pak një surprizë të tillë dhe se është diçka shumë e papritur për të. Mateo afrohet pranë saj dhe i thot me shaka se duket që njerëzit jashtë shtëpisë i mbështesin shumë. Disa banorë të tjerë fillojnë të bëjnë humor duke thënë se tani ata duhet ta pranojnë zyrtarisht që janë një çift. Ndërkohë disa banorë të tjerë komentojnë se surprizat të tilla nga jashtë gjithmonë krijojnë shumë emocione brenda shtëpisë. Ata thonë se është interesante të shohësh se çfarë mendojnë njerëzit jashtë për marrëdhëniet që po krijohen mes banorëve. Pas disa minutash droni fillon të largohet ngadalë nga shtëpia, ndërsa pankarta vazhdon të valvitet në ajër. Banorët vazhdojnë të shikojnë derisa ai zhduket në distancë. Edhe pasi droni largohet, banorët vazhdojnë të flasin për këtë moment për një kohë të gjallë. Disa prej tyre vazhdojnë të ngacmojnë Brikenën dhe Mateon duke thënë se tashmë janë shpallur çifti më i mirë. Brikena dhe Mateo duken pak të turpshëm nga gjithë kjo vëmendje, por në të njëjtën kohë buzëqeshin dhe e marrin situatën me humor. Ky moment bëhet një nga momentet më të komentuar të ditës në shtëpi dhe për një kohë të gjatë banorët vazhdojnë të flasin për surprizën nga ajri dhe për mesazhin që erdhi për Brikenën dhe Mateon.